Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime Flowers Shoshi dhe kreu i Ujësjelljes Kanalizime Vlorë Ermal Murati kanë inspektuar mbrëmjen e dieshme dëmtimin e rënë në tubacionin 1000 mm. Është bërë një zgjidhje provizore gjatë pasdites së të premtes për të furnizuar me ujë një pjesë të qytetit të Vlorës, por zgjidhja nuk ka qenë përfundimtare. Për shkak edhe të defektit të rënë, do të ndërhyet sërish duke nisur nga mëngjesi kësaj të shtune për të riparuar defektin dhe kthyer furnizimin normal të qytetit. Në një prononcim për media, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime Flowers Shoshi ka theksuar se dëmtimi ishte shumë i rënd, ndërsa ka vlerësuar punën e kryer nga Shahu Ujësjellës i Vlorë për të bërë të mundur që të paktën për 2 orë qyteti i Vlorës të furnizojë me ujë të pishëm, ndërsa do të punohet edhe gjatë ditës së shtunë, me qëllim që defekti të riparohet plotësisht dhe qyteti të kthehet në normalitet në furnizimin me ujë të pishëm. Është ndërhyrë një tubacion dhe një dëm, nëse mund të themi, i konsiderueshëm i shkaktuar. Çfarë është konkretizuar dhe çfarë do të bëhet? Mirëmbrëma, aktualisht jemi tek vendi defektit, që ka ndodhur defekti i rënë i tubacionit kryesor i linjës së transmetimit në tubin 1 mish. Ora afërsisht është ora 9 dhe ne jemi të gjithë këtu. Ndërmarrja e ujësjasit rajonale Ujësjas Kanalizime Vlorë bashkë me gjithë punonësit e shoqërisë së kësaj shoqërie, bashkë me gjithë Ermalin, administratorin, kanë ndërhyrë që ky defekt të eliminohet dhe të riparohet sa më shpejt jetë e mujtë. Aktualisht, gjithë mbasditën, gjithë paraditën dhe mbasditën kanë punuar që ky defekt të riparohet në një farë mënyrë derisa të marrë ujë 2 orë, 3 orë mbasdita e qytetit të Vlorës. Nesër do keni një ndërhyrje rrëndësore që do bëhet dhe puna do fillohet që nga ora 6 e mëngjesit dhe në çdo kohë ju do keni një përditësim mbi ecurinë e punëve dhe mënyrën kur do e përfundojmë dhe realizimin, si dhe rikthimin e furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës. Një interesim të veçantë ka pasur nga kryetarja e bashkisë, të cilën falenderojmë për mbështetjen. Dua të them diçka, ju kërkojmë ndjes gjithë qytetarëve të Vlorës për këtë mungesë të furnizimit me ujë. Do bëjmë më të mirën e mundën që në një kohë sa më të shpejtë të kemi furnizimin me ujë qytetarëve. Faleminderit dhe do na mirëkuptoni për këtë defekt kaq të rëndë. Ermal Murati e ka cilësuar mjaft të rënd defektin e shkaktuar, ndoshta nga më të rrallë që shkaktohet në tubacionet 1000 mm. Megjithatë, sipas tij do të punohet gjatë gjithë ditës së shtunë, teksa qytetarët duhet të furnizohen normalisht me ujë të pishëm. Avaria është serioze. Për çështje sigurie jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë sepse presioni është shumë i lartë. Siç u tha dhe nga drejtori, nesër do të kemi një ndërhyrje më të plotë për situatën, për të dhënë zgjidhje një herë mirë këtij problematike që është në tubacionin 1 mish, që është një problem i cili normalisht ndodh rrallë dhe kërkon një angazhim maksimal nga ana jonë. Dëmtimi i rënd u regjistrua gjatë mesnatës së të premtes, ndërsa qyteti i Vlorës ka vojtur gjatë këtyre ditëve furnizimin normal me ujë të pishëm. Dëmtimi erdhi në tubacionin 1000 mm, i cili lidh edhe depot kryesore të qytetit të Vlorës, ndërsa është bërë një zgjidhje provizore gjatë natës së të premtes, teksa gjatë shtunës do të punohet dhe do të synohet furnizimi normal me ujë të pishëm i qytetit të Vlorës.